Jemi bashkë kështu në një tjetër moment programit për ditën e sotme. Vazhdojmë flasim për tema që ne prekupojnë në fakt të gjithëve, ndër të tjera një nga to është edhe TVSH-ja për mbi produktet bazë që është kthyer një nga temat më të nxehta ekonomike, premtimi për heqjen ose uljen e TVSH-s, për ushqimet esenciale nuk u realizua, ndërsa çmimet vazhduan të rriten e inflacioni po godet. Ndër të tjera, një periudhë e errët e historisë ekonomike, por edhe e historisë politike të Kosovës, janë edhe sanksionet natyrisht nga Bashkimi Evropian, një pjesë së cilave u hoq, por megjithatë dëmi mbetet aty, ajo nuk hiqet pavarësisht lëvizjeve, dhe për të folur për gjithë dëmin e krijuar qoftë për kompanitë kosovare, për qytetarët kosovar, por gjithashtu edhe për kompanitë evropiane që kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë bashkëpunime me Kosovën, natyrisht kemi një person që është jashtëzakonisht kompetent për të folur mbi ekonominë dhe mbi këta numra, ish kryetari i Odës Ekonomike, zotëriu Safet Gërxhaliu është këtu, kënaqësi të kemë, faleminderit. Kënaqësi shimja, faleminderit për ftesën. Në fakt sikur ta denit që do të flisnim edhe për të pjesë, parë se kishit sot një shkrim, pikrisht pra për masat ndëshkuese, natyrisht njerëzit na intereson prizmi jon lokal, sa humbëm ne nga masat, nga sanksionet e Bashkimit Evropian, e më pas ajo që nuk e kisha ditur që në fakt nga kjo masë janë dëmtuar edhe kompanitë evropiane. Unë besoj që ky vendim i Bashkimit Evropian për këto masa ka qenë më e keqja që ka ndodhur Kosovës në vitet e fundit, është një e keq që i kalon efekte negative dhe të trazirave të marsit të vitit 2004. Pra parazohet të trazirat e marsit? Dosha dhe, absolut, se këto masa duhet të analizohen disa dimensione. Është dimensioni ekonomik, është dimensioni geostrategjik, është dimensioni integrues, është dimensioni social, po mbi të gjitha është dimensioni psikologjik ku vërtet Kosovën e bjen një stat mjaft të palakmueshme, sepse masa të tilla në familjen evropiane nuk ka askush përveç Kosovës, ndërsa masa të tilla ka vetëm Rusia dhe Bielorusia. Dhe lind pyetja si kanë veten kosovarët në këto vite të fundit, ku e dinë që janë pjesë e Evropës, po janë të sankcionuar nga Bashkimi Evropian, dhe ajo që është më shqetësuese që askush nuk e ka kuptuar në Kosovë. Këto sankcione edhe pa një vendim të shkruar kanë qenë gjithëpërfshirëse dhe kanë prek Kosovën pothuajse të gjitha porët dhe segmentet e funksionimit të shtetit. Në këtë drejtim besoj është një dështim i diplomacisë kosovare, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ekonomik, sepse duhet të kuptohet, po e them nga përvoja, nëse kemi pas një projekt të Bashkimit Evropian dhe vlera e projekt ka qenë 1 milion euro, po e them me përgjegjësi morale dhe profesionale që pjesa dërmuese e atij buxheti është shpenzuar në mëditje, në konsorciume, në analiza, në monitorim, që do thotë shumë më tepër kanë fituar kompanitë evropiane përmes implementimit të këtyre projekteve sesa Kosova dhe kompanitë vendore. Prandaj është dashur me kohë të aktualizohet kjo çështje, sepse po e tërheqim një paralele me ignorancën. Çka është një ignoranca? Kur dikush tenton ta përbij helmin vet dhe ta helmoj dikë tjetër. Në këtë drejtim besoj që gjurmët e këtyre masave do të jenë edhe më tutje, ndoshta në aspektin ekonomik kemi vonesa, nga të cilat vonesa inflacioni e ka bërë veten sepse e ka zvoglu vlerën reale të donacione, por definitivisht Kosova është e goditur dhe në këtë mënyrë pasoja do të jenë bukur të mëdha, në veçanti kur është në pyetje imazhi i Kosovës dhe kur janë investimet e huaja në pyetje, sepse në Kosovë vitet fundit jo vetëm që nuk kemi investorë dhe investimet huaja, po dhe bizneset vendore janë duke u larguar nga rrethanat e krijuara në politikën aktuale kosovare. Në fakt, ju natyrisht jeni specializuar në këtë drejtim, por ndryshe nga një çështje mjekësore, kur njeri ndjen simptomat e mund të humbë shëndetin brenda 24 orësh, ekonomia është diçka tjetër. Në fakt, nuk është një dhimbje që ta shkakton pasojën aty për aty. Është një zinxhir i cili shpesh ndjehet pas 3 muajsh, pas 1 viti, e shpesh ndoshta edhe pas 2 vitesh. Kjo kohë që kemi humbur ne me sanksionet, me mos zhvillimin apo edhe mbase mos stimulimin e prodhimit vendor, neve do ta kushtoj patjetër, sepse kjo është një zinxhir, siç e dim, është një zinxhir. Ekonomia është zinxhir, nëse ty të mungon këtu, tjetrit të mungon 2 fish më shumë, e me radhë. Si mund ta shpjegojmë këtë thjeshtësisht për njerëzit? Çka i bie kjo? Unë ju përgëzoj, keni bërë një pyetje vërtet mjaft të çelluar. Nëse e krahasojmë një mjek dhe një ekonomist, gabimi i një mjeku mund të jetë fatal për një pacient, gabimi i një politikan dhe një ekonomisti mund të jetë për një shtet, dhe në dimensionin kohor, një mjek gabon, pson, është momentin pyetje, një ekspert i fushës, qoftë ekonomike, qoftë politike, qoftë një lider, gabimin e sodëm e mjell dhe do ta bartin këtë pasojë gjeneratat që po vinë. Kosova e ka humb hapin në aspektin ekonomik të zhvillimit në
nivel të rajonit të Bashkimit Evropian, po të kemi këto trende që Kosova ta ketë një rritje deri në 10%, një rritje substanciale, jo vetëm me konsum, do t'i duhen 60 deri në 70 vite të përafrohet Evropës, po shihni sa afër Evropës jemi dhe sa larg Evropës qëndrojmë. Në këtë drejtim besoj është koha kur ekonomia duhet të depolitizohet, është koha kur duhet ekspertiza ta thotë fjalën e vet dhe jo gjithmonë politika të jetë determinante apo determinuese për proceset ekonomike, siç ka ndodhur vitet të fundit. Kur jemi tek politika, ajo është marrë kryesisht me ndihma prej 50 eurosh, të cilat jam e sigurt që gjithë kujt i hyn në punë, por është ky qelsi për zhvilluar një vend. Tentativa që të kemi barazinë në varfëni është më e keqja që mund të ndodhë një qeveri dhe një shteti. Pra kjo ka qenë barazinë në varfëri. Absolut, dhe në këtë drejtim besoj ka qenë një qasë e gabuar. Sot jemi në shekullin 21, në shekullin inteligjencë artificiale, sot politikë klasike nuk ekziston. Ekzistojnë vetëm politikat korporative dhe biznesmenët janë ata që sot e sjellin botën. Keni 5 kompani amerikane që kanë të bëjnë me çështjet të inteligjencë artificiale, me IT dhe teknologji informative që janë determinues e proceseve. Prandaj s'është e mundur të ngulfatet sektori privat në Kosovë në këtë mënyrë. Vetëm biznesmen, vetëm zhvillimi i tyre që për fat Komiteti i Biznesit në Kosovë ka bërë 100 hapa para politike, po të kishte prit sektori privat në Kosovë, mbështetjen nga politika, nuk kish me qenë këtu ku jemi, po duhet në një varfëri ekstreme. Prandaj gara me inovacione, me dijeni, me kreativitet duhet të jetë synim, dhe jo tentativa në barazi të varfënisë, dhe të jeni këtë barazi në varfëni ta mirëmbajnë me ndihma sociale. Kosova ka nevojë për zhvillim të qëndrueshëm, qytetari i Kosovës ka nevojë për perspektivë, qytetari i Kosovës ka nevojë të kthehet shpresa e humbur se në Kosovë mund të jetohet. Po e them me keqardhje, u ktheva para sa ditë nga Gjermania, për momentin statistikat më të reja në Gjermani tregojnë se vetëm në Gjermani jetojnë 600.000 kosovarë. Dhe nëse i kemi edhe 300.000 në Zvicër, kemi në Itali, në Austri, atër 1.200.000 qytetarë të Kosovës i kemi që janë të larguar vetëm në vitet të fundit, themi që nga viti 90 apo 99. Dhe një shtet që shndrohet në shtet për të ikur, vërtet ardhmërinë ka të zëmt. Nuk ja dëshiroj Kosovës këtë, mirëpo aktualiteti dhe kjo po e them për hir të opinionit, është një dallim mes egzodit dhe ikjes në heshje. Egzoti shihet, aktualizohet dhe ndërpret. Mirëpo ikja dhe zbrazja në heshje është më e keqja që ndodh Kosovës dhe kjo për fat të keq është duke i ndodhur. Në fakt ishte premtuar shumë edhe premtimi për heqjen e TVSH-s në produktet bazë. A do shumë mend, a do shumë punë për të ndodhur një gjë e tillë? Pse u tha nuk u bë kurrë? Duhet të kuptohet që nëse dëgjoni kampanja zgjedhore në këtë vit, që kanë qenë një mori e tyre, ka qenë për të habitur, gjithë kanë premtuar vetëm si të shpenzojnë dhe asnjë si të krijojnë. Si mund të shpenzosh dhe ta kesh këtë dorëshlir në dhënien e ndihmave, pensione, kur nuk i një kalkulim si të do thotë grumbullohen dhe të rritet hyrat. Në vend që të kemi së pari rritje të hyrave në partneritet dhe dialog me sektorin privat, ne vetëm planifikojmë të shpenzojmë atë që e krijon qytetari dhe sektori privat. Ne kemi dhënë disa propozime që vërtet jemi sot me qytetarin, sepse është koha kur duhet qytetari i Kosovës ta ndjejë dorën e shtetit, por jo në këtë mënyrë selektive apo të fragmentuar, po një rrafsh horizontal apo dhe a mbushet buxheti, është mënyrë e mençur të mbushet buxheti i një shteti kryesisht me dënime, qoftë po e nisi nga ato të policisë, janë natyrisht vlera të ulta në krahasim me ato të bizneseve. A bëhet vetëm kështu duke dënuar të zëm kompanitë e ngjajshëm, kështu të mendohet të mbushet buxheti? Nëse gjithmonë Komiteti i Biznesit apo bizneset e Kosovës shikojnë vetëm për të dënuar dhe për të u gjykuar, atëherë çfarë është partneriteti publiko-privat? Në këtë drejtim për fat të keq, sot shumë më tepër ka tentativë për të dënuar sesa për ta vëdisuar. Biznesi ka nevojë për partneritet, ka nevojë për vëdisim, sepse ata janë ambasadorët e ekonomisë kosovare, sepse nëse ne sot bëjmë për bizneset vendore, ata bëjmë për të promovuar ekonominë kosovare dhe në bazë të promovimit tyre nesër do të vinë investorë dhe investimet tuaja dhe në këtë mënyrë kjo shkëputje në raport qeveri-biznes është duke i kushtuar Kosovës shumë dhe nuk duhet të na habit fakti që krahas mungesës stabilitet politik, krahas sanksioneve nga Bashkimi Evropian, prishjes së partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kjo çështje ndaj bizneseve vendore nuk duhet të na habit pse nuk kemi investorë dhe investimet huaja.
Kam përshtypjen që ju ndërpreva në kuptimin e përgjigjes për heqjen e TVSH-s në çmimet bazë. Kemi pas disa rekomandime. Maqedonia e ka bërë, do të thotë, një vendim shumë interesant ku i ka identifikuar 1000 produkte më të nevojshme për qytetarët dhe ka bërë ngrirjen e tatimit të vlerën shtuar. Janë 7 produkte bazike të cilat janë në përlishmëri duke filluar nga buka, krypa, sheqeri, mielli, vaji dhe detergjentet. Mirë po një gjë e tillë në Kosovë nuk ka ndodhur. Dhe e dyta, sot çmimet janë në këtë anarki, të themi politike, shumë më tepër në mëshirën e tregtarit se sa në monitorimin e shtetit. Mungojnë inspektoratet të tregut dhe në këtë drejtim fati i çmimeve është jo tek institucionet dhe tek qytetarët, po të tregtarët, por besoj që ka metoda që t'jemi afër qytetarëve, pse jo të mos hiqet tatimi vlerën shtuar në produkte esenciale, apo të paktën të ngrihet për një periudhë kohore, themi 6 mujore apo një vjeçare, siç e kanë bërë vendet të ndryshme. Prandaj besoj që është koha që duhet ta kemi një qasje gjithëpërfshirëse, jo të bëjmë një kategorizim të grup moshave apo të segmenteve të caktuara të shoqërisë kosovare të mbështesim, sepse sot në Kosovë të gjithë kanë nevojë për mbështetje. Mos harroni, afër 30.000 qytetarë jetojnë me një euro 98 cent brenda ditës. 1 euro 98 cent. E dyta, nëse keni pensionistë që i kanë 120 euro në muaj dhe i ndani për 30 ditë janë 3 euro 78 cent. Dhe në këtë mënyrë është një kalkulim real që nëse dikush në Kosovë mendon ta ketë dhe e meriton një jetë të dinjiteshme, jo lukse, por dinjiteshme, një familje me 4 anëtar duhet të ketë 1386 euro. Cila kompani mund të fitojë ose cili person mund të ketë sot një tyra të tilla që ta mbajë familjen dhe të ketë 1386 euro. Prandaj janë sfida sociale që po e rëndojnë jetën e qytetarit dhe në të njëjtën anë e kemi rritjen e inflacionit. Mos harroni, ne po flasim për një shkallë të inflacionit 5.3%, që krahasuar me vendet të rajonit të shumë e larta, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian që kanë 2.5 deri në 3% është dyfishi në Kosovë dhe këtë e vren më së miri qytetari i Kosovës kur del nëpër Evropë apo kur diaspora vjen në Kosovë, që shumë produkte më shtrejt në Kosovë. Se u rrit shkalla inflacionit nga mungesa e kontrollit të tregtarëve në kuptimin që kanë bërë kërdime çmimet? Jo, rritur ato në pa kontrolluar? Ekzistojnë dy forma apo dy modele që gjenerojnë rritje inflacionit. E para, ju e dini që Kosova ka një produktivitet shumë të ulët dhe nëse ishin eksportet e Kosovës janë pothuajse në të kurje dhe Kosova vetëm gjatë që eksporton është eksportimi para së gatshme. Në vitin 2024 Kosova ka pas një rekord për 6 miliardë 300 milionë euro importe. Në vitin 2025 do të jenë 7 miliardë euro importe dhe po shihni që do të jemi një shtet i varur nga importi dhe kur krejt sa i shtohet edhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike që ka godit edhe qytetarin edhe biznesin, besoj ky është kalkulimi real që dëshmon që vërtet Kosova po zhytet një inflacion që do të jetë vështirë i monitoruar, nëse nuk do të mirën masa radikale në interes të ekonomisë dhe zhvillimit. Në fakt, zotë Xhaliu, ju ishin nga personat e parë që kishte paralajmëruar se do të ketë prapë rritje të rrymës, rritje e çmimit të energjisë elektrike. Sot ka qenë zyra regulatorit që ka konfirmuar për televizionin 21 që në muajin mars që po vije, pra në 2026 do të ketë sërish rritje. Nga ju erdhe në fakt si bët analizën se do të ndodhë prapë rritja e çmimit të rrymës? Po në shkencë ekziston definicioni i sistemit të informacionit që ka të bëjë me mbledhjen e dhënave, përpunimin, memorimin dhe distribuimin. Në këtë drejtim duhet kuptohet e vërteta që Kosova ka humbë betejën për energji elektrike shumë herët, diku në vitet e pas luftës, kur janë pengu shumë projekte strategjike për të implementuar, kanë ra viktim të patriotëve ambiental, shumë për këtyre patriotëve ambiental sot janë në përpostë dhe një farë forme derdhin lot krokodili, pse nuk kemi ekonomi të zhvilluar. Se ishin të sponsorizuar ato protestat në emër të ambientalizmit për të ndalur qoftë projekte hidrocentralesh e të tjerat? Kjo ka qenë goditja më e madhe që ka bërë Kosovës dhe sot nëse je i varur nga importi i energjisë elektrike, shishoni 40% sot Gjermania ka energjinë elektrike më të shtrejtë, sepse nuk e ka atë komoditetin e shfrytëzimit të gazit rus. Dhe nëse në autoindustri apo në teknologji, 40% kosto më të lartë është
nevojshme të kalkulosh që do të devijosh dhe do të falimentosh. Prandaj nuk duhet na habit fakti që ekonomia gjermane është duke u ballafaqur me sfida të shumta. Po, tani kush problemi që prap do të reflektohet te Kosova. Ne jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale. Sa më tepër që avancojmë në digitalizim dhe inteligjencë artificiale, rritet nevoja për energji elektrike. Llogaritet që inteligjenca artificiale do të shfrytëzojë 35% më tepër energji elektrike. Makinat elektrike. Nëse dikush mendon që Kosova do të furnizohet vetëm energji diellit dhe me panela solar, e ka të gabuar, sepse sot të gjitha shtetet fuqishme evropiane dhe botërore janë duke hartuar projekte për të ndërtuar do thotë termocentrale bërthamore. Madje edhe Gjermania pas luftës në Ukrainë, çfarë bëri? I ktheu normat mjedisore që diku kishte instaluar. Mi po ti thush dikujt që është shteti i dytë në Evropë më i pastër me thëngjell dhe i katërt në botë dhe i mvarur nga importi i energjisë elektrike është më e keqja që ka mund të ndodhë Kosovës. Në këto rrethana Kosova ka pas potenciale që të jetë eksportues dhe të jetë një formë e stabilizuesit të furnizimit me energji elektrike dhe vendet rajonit. Mi po nëse shkojmë në këtë drejtim, ne nuk do të kemi vërtet alternativë tjetër përveç të kthehemi të gasifikimit. Janë projekte amerikane të cilat premtojnë që nëse do të ketë Kosova politikë stabile apo institucione stabile, do të hyet në këtë partneritet, por definitivisht është utopike, po e them, është e pamundur të mendohet që Kosova do t'i përmbush nevojat e veta me energji elektrike, duke prit që do të kemi lumej, diell dhe erë. Mund të jetë një ndihmes, po asnjë vetë Gjermania që ka investuar dhe ka zërin më të fuqishëm të ambientalistëve ka dështuar në këtë drejtim dhe ku është Kosova. Duhet vërtet të mendohet në teknologji moderne, kemi sot teknologji të avancuara që janë vërtet filtrat më të mirë që nuk e ndotin ajrin, ka pas ti thush diku që ka pas termoelektranë të prezantuar në Kosovë nga Hitachi Mitsubishi, që ka qenë pa oxhak e dizajnune dhe tymi të hy në dhe nuk e beson askush, ose kemi pas ofertë që tymin e termoelektranët të Kosovës dhe hinin ta shndrojmë në pllakat të Knaufit. Unë kam prit pronaren kompanisë Knauf që ka qenë interesuar, po për projekte të mëdha duhet vullnet politik, ky vullnet politik ka munguar edhe të kaluarën, për fat është duke munguar edhe sot. Dr. Xhaliu, faleminderit shumë që ishte sot këtu. Uroj që të kemi përmendur gjitha prioritetet në kuptimin e ekonomisë, nëse natyrisht duhet kohë analize dhe më e madhe. Uroj shumë që të ketë vetdije politike e që të mos e humbasim, e mos të arrim në base në formula apo konstatime si kemi falimentuar si shtet. Duhet kuptohet e vërteta që në Kosovë po luftohet shumë më tepër për pushtet sa për shtet. Është koha kur duhet të kthejmë borxhin shtetit dhe qytetarit. Faleminderit shumë që ishit këtu, kënaqësi me të vërtetë. Ishte kënaqësi për mua. Ishim bashkë me ish-kryetarin e Odës Ekonomike në Kosovë, zotëriun Safet Xhaliu, për të folur natyrisht mbi gjitha për ato që ne na prekin më shumë ti pavarësisht çdo prioriteti të mundshëm, sepse lidhet natyrisht me mirëqenien tonë, për fat keq ka një konfirmim nga ZRE se çmimi i rrymës do rritet sërish gjatë muajit mars të vitit 2026. Zoti qoftë me ne, kthehemi pas pak.